Në festën e 1 qershorit në Durrës do të lëshoheshin 2000 copë tullumbace nga sheshi Liria. Fëmijët festuan si gjithnjë me këngë valle, piktura, lojra në kopshte dhe shkolla, por tek sheshit nuk pati tullumbace, as klon, DJ, animator dhe as pem 2D, vetëm disa zbukurime të vjetra. Tullumbacet dhe dekorët kushtojnë një pak, por 54 milion lek dhe i shfryu korrupsioni para festës. Kjo është tabela me shpenzimet që do të bëheshin për 1 qershor. Bashkë me një baner të madh, 40 element dekorues do të zbukuronin sheshin Liria më 1 qershor 2026. Do të kishte edhe instalacione në formë origami, ndërsa tullumbacet e loguara të mbushura me helium, në vend që të gëzonin fëmijët, përfunduan në gjyqin për tenderin e Bashkisë Durrës. Nëse do ta dinit, pyetja e mbushur me zemërim e fëmijëve do të ishte: kush ne i mori tullumbacet? Personazhet janë Alion Hysko, drejtori ndërmarrës së rrugëve në Bashkinë Durrës, Fiorent Skuro, nënkryetari KPP, Anila Malaj dhe Gjergji Mersini, antar të KPP.